Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 11 shkurt dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 11 shkurt dhe do të kthehemi në vitin 660 para erës sonë. Sipas legjendës japoneze, perandori Jimmu, bosundimtari i parë japonis, duke themeluar një perandori që vazhdon të ekzistojë edhe sot. Shekuj më vonë, në vitin 1929, nënshkrua Traktati i Lateranit midis Vatikanit dhe Italisë, duke krijuar Shtetin e Vatikanit si një entitetet sovran. Në mes të luftës së dytë botërore, më 11 shkurt të vitit 1945, liderit e tre fuqive të mëdha, Roosevelt, Churchill dhe Stalini, përfunduan konferencën e Jaltës, duke caktuar fatin e botës pas luftës. Ndërkohë, në vitin 1970, Japonia shënon një tjetër arritje historike, duke lëshuar satelitin e saj të parë, Osumi, dhe duke u bërë vendi i katërt që hynte në garën hapësinore. Por një nga momentet më domethënëse të kësaj date ishte në vitin 1990, kur Nelson Mandela doli nga burgu pas 27 vitesh, duke hapur rrugën për fundin e apartheidit në Afrikën e Jugut. 11 shkurti është dita e 42 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 323 ditë. Ngjarje. 660 para erës sonë, data tradicionale e themelimit të Japonisë nga perandori Jimmu. 1826 u themelua Universiteti College London me emrin University of London. 1916 Emma Goldman u arrestua për ligjërimin rreth kontrollit të lindjes. 1919 Friedrich Ebert u zgjodh president i Gjermanisë. 1953 Bashkimi Sovjetik ndërpreu marrëdhëniet politike me Izraelin. 1964 Greqia dhe Turqia filluan luftë në Limassol, Kipro. 1964 Tajvani ndërpreu marrëdhëniet politike me Francën. 1990 Nelson Mandela u lëshua nga burgu pas 27 vitesh burgim politik. 2006 Vicepresidenti amerikan Dick Cheney e plagos Harry Whittingham në fytyrë duke qenë në gjuhëtisë së bashku. 2011 Hosni Mubarak i jep dorëheqjen. Përveç këtyre ngjarjeve, 11 shkurti ka qenë gjithashtu dita e lindjes së disa figurave të mëdha. Në vitin 1847 në Ohio, erdhi në jetë një djalë i vogël i cili më vonë do të ndryshonte botën me shpikjet e tij, Thomas Edison. Pak më shumë se një shekull më vonë, në vitin 1969, Jennifer Aniston do të lindte në një familje artistësh, por të bërë një nga aktoret më të dashurat të ekranit të vogël. Ndërsa në vitin 1936, Burt Reynolds lindi për të sjellë karizëm dhe energji në kineman amerikane. Lindje. 1732 lindi George Washington, kryetari i parë i SBA-s. 1847 lindi Thomas Alva Edison, teknik amerikan, shpikës i disa aparateve kinematografike. 1909 lindi Henrik Lacaj, mësues përkthyes, leksikograf dhe pedagog. 1920 lindi Faruku i parë, mbreti i Egjiptit. 1976 lindi Ricardo, futbollist portugez. 1976 lindi Tony Battie, basketbollist amerikan. 1976 lindi Peter Hayes, këngëtar dhe kitarist amerikan. 1977 lindi Ioannis Okas, futbollist kipriot dhe menaxher. 1977 lindi Mike Shinoda, këngëtar, kompozitor, kitarist dhe producent amerikan. 1979 lindi Brandy Newworth, këngëtare, kompozitore, producente dhe aktore amerikane. 1981 lindi Kelly Rowland, këngëtare, kompozitore, valltare dhe aktore amerikane. 1982 lindi Cristian Maggio, futbollist italian.
Por historia nuk është vetëm për ata që lindin, ajo kujton dhe ata që largohen. Në vitin 1650, filozofi francez René Descartes, njeriu që na dha mendimin, mendoi pra jam, u nda nga jeta. Në një kohë më të afërt, në 11 shkurt të vitit 2012, bota humbi një nga zërat më të mëdhenj të muzikës, Whitney Houston, e cila la pas hitë të pavdekshme si I Will Always Love You. Vdekje. 1939. Vdiq Ali Kelmendi, adhetar, heroi popullit, njëri nga figurat më të njohura që luftuan për çlirimin kombëtar shqiptar, veprimtar kundër shtypjes serbe në Kosovë, pjesëmarrës në revolucionin e 1924-s dhe i qeverisë së Nolit. 2008. Vdiq Tom Lantosh, politikan amerikan. 2014. Vdiq Skënder Sallaku, aktor i njohur shqiptar i humorit. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e të sëmurëve. Tani u ftyt të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Qindra miliona njerëz pin kafe gati në bazat ditore. Në gjithë botën, kafe është pija e dytë më e konsumuar pas ujit në shumë kombe dhe është kontribuesi kryesor i kafeinës në ditën e personave mesatar. Kafeja është një pije e nxehtë e prodhuar nga kokrëzat e pjekura të kafes që janë faret e bimës kofea. Ato përmbajnë sasi të madhe të antioksidantëve. Burimet tregojnë se një nga përfitimet kryesore shëndetësore të kafes është vetija e fuqishme antioksiduese. Ulëndimet tregojnë se një filxhan mesatar me kafe mund të përmbajë më shumë antioksidant, polifenol se sa kakao, çaj gjelbër, çaj zi dhe çaj bimor. Kafeja është efektive në luftimin e dëmtimeve të radikaleve të lira, sepse rrit sasinë e antioksidantëve në gjak. Dy nga antioksidantët themelor përgjegjës për shumicën e përfitimeve të kafes janë acidi klorogjenik dhe acidi kafeik. Të dy këta mund të ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe stresi oksidativ. Mbron shëndetin e mërqisë. Një tjetër përfitim nga pirja e kafes është se ajo mund të rrisë qarkullimin dhe mund të stimulojë mëlçinë. Për shembull, një studim i publikuar në arkivat e mjekësisë së brendshme ka treguar se rritja e konsumimit të kafes ka qenë i lidhur me shkallë më të ulët të përparimit të sëmundjes së mëlçisë tek njerëzit me hepatitin C. Përmirëson performancën fizike. Një nga përfitimet më mbretërëse të kafes si për burrat ashtu dhe për gratë është aftësia e saj për të përmirësuar performancën fizike, duke ndihmuar të kaloni ushtrimet tuaja në një nivel tjetër. Në fakt, shumë studime tregojnë se kafeja rrit vigjilencën dhe përmirëson performancën mendore dhe fizike në një afat të shkurtër. Mbështet funksionin kognitiv. Kafeja është treguar gjithashtu se rrit qarkullimin e gjakut në tru, gjë që ndihmon në mbështetjen e funksionimit të kogniteve. Përveç kësaj, kafeja dhe kafeina janë studuar gjërësisht si trajtime natyrore të Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera neurologjike. Mund të ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Ka shumë dëshmi se pirja e kafes mund të ulë në mënyrë të konsiderueshme rreziku nga diabeti tipi 2, por madje edhe më pak mund të jenë të dobishme. Besohet se acidi klorogjenik, njëri nga antioksidantët kryesor të gjendur në kafe, mund të reduktojë gjithashtu absorbimin e glukozës nga sheqeri apo ushqimet me më shumë karbohidrate. Kjo mund të ngadalsojë rrimin e sheqerit në qarkullimin e gjakut pas një ushqimi dhe mund të jetë e dobishme për parandalimin e rezistencës së insulinës. Ndihmon shëndetin e zemrës. Kafja e pafiltruar është një burim i konsiderueshëm i antioksidantëve, kafestol dhe kaveol, që kanë komponime diprene dhe janë të implikuara në efektet e kafes në balancimin e kolesterolit. Konsumimi i zakonshëm i kafes në studime të tilla epidemiologjike është lidhur me reduktimin të vdekshmërisë si nga të gjithë shkaktarët, ashtu dhe nga vdekjet dhe nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, konsumimi i kafes lidhet me një rrezik më të ulët të sulmit në zemër. Çuditërisht,
Kafeja është gjithashtu e lidhur dhe me një rrezik të reduktuar të aritmisë së zemrës, edhe se shumë njerëz ndjejnë se ajo rrit të rrahurat e zemrës dhe i bën ata të ndihen nervoz. Mund të ketë veti kundër kancerit. Hulumtimet të reja tregojnë se mund të jetë një lidhje në mes të konsumimit të kafes dhe rrezikut nga kanceri, duke vënë në dukje se ky përbërës i fuqishëm mund të jetë mbrojtës kundër disa llojeve të ndryshme të kancerit. Për shembull, një hulumtim i publikuar nga raportimet shkencore ka vënë në ndukje se pirja e kafes ka qenë e lidhur me një rrezik më të ulët nga disa lloje të kancerit, duke përfshirë kancerin oral, të faringut, të zorrës së trash, të molçisë, nxitdjegjen e djamit. Një nga përfitimet më të mëdha të kafes është humbja e peshës, dhe hulumtimet tregojnë se ajo mund të ndihmojë në nxitjen e djegjes së djamit dhe nxitjen e metabolizmit për të rritur humbjen e peshës. Për biografinë e datës së sotme kemi sjellur të flasim për zërin që nuk do të harrohet kurrë. Ishte një vajzë nga Newark, New Jersey, e lindur më 9 gusht të vitit 1963, e cila do të bëhej një nga zërat më të fuqishëm dhe më të dashur të historisë së muzikës. Whitney Houston nuk ishte thjesht një këngëtare, ajo ishte një forcë e natyrës, një ikonë që do të lindte gjurmë në çdo skenë ku ngjitej. Që në fëmijëri, Whitney rritej mes muzikës. Nëna e saj, Kissy Houston, ishte një këngëtare e njohur gospel, ndërsa kushërira e saj kishte tashmë famën e saj në skenën muzikore. E vogla Whitney kalonte orë të tëra në kish, duke kënduar me shpirt, pa e ditur se një ditë zëri i saj do të bëhej një nga më të fuqishmit në botë. Pati e thiri shpejt, në moshën 19 vjeçare, ndërsa performonte në një klub nate. Ajo ra në syrin e Cliff Davis, një producent legjendar që menjëherë kuptoi se kishte zbuluar një diamant të rrallë. Ai e mori Whitney nën krahët e tij dhe ndihmoi të publikonte albumin e parë, Whitney Houston, në vitin 1985 dhe më pas shpërtheu magjia. Albumi i saj debutue solli hite të paharrueshme. Ky ishte vetëm fillimi. Albumi i dytë, Whitney, i vitit 1987, e bëri atë artisten e parë femër që debutoi në vendin e parë të klasifikimeve muzikore. Por kur menduam se nuk mund të bëhej më madhështore, erdhi viti 1992 dhe filmi që do të ndryshonte gjithçka, The Bodyguard. Jo vetëm që filmi u bë një sukses i jashtëzakonshëm, por kolona zanore e drejtuar nga kënga legjendare I Will Always Love You u kthye në një him të pavdekshëm të dashurisë. Ishte një interpretim që nuk mund të përsëritej kurrë më. Fuqia e zërit të saj, emocionet dhe pasioni i bën të gjithë të ndjenin çdo fjalë të asaj kënge. Albumi u bë më i shitur nga një artiste femër në histori. Pavarësisht suksesit të saj të jashtëzakonshëm, jeta e Whitney nuk ishte e lehtë. Dashuria e saj me këngëtarin Bobby Brown kishte një histori të stuhishme, plot pasion por edhe probleme. Martesa e tyre u pasua nga abuzimi me substanca, betejat me veten dhe një periudhë e vështirë që largoi Whitney nga skena për disa vite. Edhe pse ajo përpoqte të rikthehej, zëri i saj i artë, ai instrumenti përsosur që dikur prekte qiellin, kishte filluar të lëkundej. Përpjekjet për të gjetur sërish veten u ndërpren tragjikisht më 11 shkurt të vitit 2012, kur Whitney Houston u gjete pa jetë në një hotel në Los Angeles, vetëm një natë para ndarjes së çmimeve Grammy. Një ikonë ishte shuar, por një legjend kishte lindur. Do të vjojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për vendin ku nuk bie shi për miliona vite. Nëse mendoni për Antarktidën, me siguri imagjinoni një peizazh të pafund akulli dhe dëbore, por ajo fshen një nga mrekullitë më të çuditshme të planetit ton, lugina e thatë e McMurdo, një vend ku nuk ka rënë shi apo bord për më shumë se 2 milion vjet. Ndërsa Antarktida është kontinenti më i ftohtë dhe më i thatë në tokë, lugina e thatë e McMurdo është zona më e ashpër dhe ekstreme brenda tij. Arsyeja kryesore për mungesën e rreshjeve është fenomeni i erave katabatike. Era jashtëzakonisht të fuqishme që zbresin nga malet përreth me shpejtësi deri në 320 km/h. Këto era janë aq të forta sa që avullojnë gjithë lagështinë, duke krijuar një peizazh që nuk ka nevojë për bor apo shi. Lugina e thatë nuk është mbuluar me akull si pjesa tjetër e Antarktidës. Ajo përbëhet nga një terren shkëmbor, i mbushur me shkëmbim të thatë, liqene me ujë të kripur dhe madje dhe ujvara të kuqe, si ujvara e gjakut, e cila duket sikur rrjedh gjak për shkak të pranisë së hekurit të oksiduar në ujë. Për shkencëtarët, lugina e thatë e McMurdo është një dritare drejt së panjohurës. Kushtet ekstreme dhe mungesa e jetës e bëjnë atë një analog ideal për Marsin dhe planetë të tjerë të shkretë. NASA dhe studiuesit e hapësirës e përdorin këtë zonë për të testuar pajisje dhe teorinë mbi ekzistencën e jetës në planetë të tjerë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar.
Territori shqiptar për datën 11 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira të dendura dhe reshje shiu her pas here, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe reshje shiu më të dobëta kryesisht në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 11 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 11 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe reshje shiu të her pas hershme në shumicën e qyteteve. Paraditja do të shoqërohet me vranësira dhe reshje shiu, ndërsa pasditja vijon me intervale të shkurtra pushimi dhe reshje të dobëta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 11 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:31 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 4 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.